A është dobishëm nga burgu Erion Velia i shërben më shumë nëse e fut në lista apo nëse distancohet prej këtyre proceseve, zoti Rama? Unë them që jo Erion Velia, po çdo kush pa Partinë Socialiste është askush në një kontekst. Madje edhe Edi Rama pa Partinë Socialiste do ishte askush. Pra e bëri Partia Socialiste Ramën dhe pastaj e strukturoi Rama sipas vizionit vet Partinë Socialiste. Po në fillim, pra është ai momenti i asaj fabulës Veza Pulën apo Pula Vezën? Pula Vezën në këtë rast. Pra, Pula është Partia Socialiste dhe gjithë këto janë vezë, të cilat i ushqeu Pula, i rriti dhe dikush u rrit dhe më shumë. Natyrisht që ju e kujtoni që G99 Erion Veliajt ka qenë një fatalitet elektoral, sepse ka qenë shumë minore, pa përfillshme në vota. Por absorbimi që ju bë si grupim G99-s brenda Partisë Socialiste, shpërndarja e shumë posteve, Elisa Spiropali, Erion Veliaj, Arbër Mazniku, Olta Gjaçka, pra gjithë këta erdhën nga G99 dhe u involvuan brenda Partisë Socialiste, ju dha pushtet, ju dha portofolet të rëndësishme,